A duhet një fëmijë I vogël me ngu tekno muzikë? Huska, Mickey Mouse. Para se me thosh që kjo pyetje është pa lidhje edhe me u përgjigj me jo, realiteti në Disney është krejt ndryshe. Ky është Lenny Pierce, I cili u bë viral tu I marr këngët më të famshme për fëmijë si Wheels on a Bus edhe Baby Shark, duke I kthy në bengera të muzikës elektronike. Lenny sapo ka nënshu kontrat me Disney, ama bash Disney Plus, ku po zhvillon një projekt plot me toddler techno. Mickey Mouse. Nuk bëhet fjalë veç për muzikë, po edhe për storytelling, edhe për mbajtje edukative që përdorin ritmin e house edhe techno muzikës, për me I mbajt fëmijët aktiv. Kjo është kthesa më e madhe që Disney e ka bë vitet e fundit drejt kulturës moderne. Po qysh po njihen prindrit për këtë punë? Shkenca thotë që ritmet përsëritse ndihmojnë në zhvillimin motorik të fëmijëve, plus prindrit e sotëm janë rrit me këtë lloj muzikës, duke kërkuar diçka që mundën me kërcy bashkë me fëmijët e tyre në dhomën e xhumit. Po normal, ka edhe kritika, ku disa po thonë që ky lloj I muzikës është shumë stimulues për trunin e një fëmijë të vogël, edhe mundet mi bua ata më hiperaktiv se sa që duhet. A I kishe lëshu fëmijës tënë një set techno nga Disney, apo menoni që fëmijët duhet me mbete këngë klasike? Let me know në komente, e mos harroni me bo follow Urban FM në krejt platformat sociale dhe subscribe në YouTube.